Partia Socialiste vazhdon të kryesojë me një diferencë të thellë dhe me votat e diasporës. Sipas të dhënave të fundit nga KQZ, janë numëruar deri më tani 121.985 zarfe nga gjysej 194.889. PS ka marrë 65.327 vota, që përbëjnë 54.07% të totalit, duke ruajtur avantazhin edhe jashtë vendit. Në vend të dytë renditet koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 34.093 vota, që përfaqëson 28.22%. Ndërkohë një rritje të ndjeshme ka shënuar koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, i cili ka marrë 10.078 vota ose 8.34% të numrit total. Partia Mundësia ka siguruar 4.489 vota ose 3.72%, ndërsa Lëvizja Bashkë ka arritur të marrë 3.223 vota ose 2.67%. Partia Socialdemokrate ka siguruar 1.455 vota, që përbën 1.20%. Rezultate më të ulta kanë marrë subjektet e tjera, përfshirë Partinë Koalicioni Euroatlantik të Lulzim Bashës me 874 vota, Aleancën Kombëtare Shqiptare me 669 vota, Djathtas për Zhvillim me 359 vota, Lëvizjen Adheu me 189 vota dhe Aleancën Demokracia Ere me vetëm 67 vota. 4 janë qarqet ku gara mbetet matematikisht e hapur, teksa mbeten për të numëruar edhe një pjesë e madhe e votave të diasporës. Në qarkun e Tiranës, në luftë për një mandat, duket se do të jetë deri në fund PD-ASHM dhe Partia Mundësia Agron Shehajt. Mundësia e mbron mandatin e dytë në Tiranë me disa dhjetra vota, mandati i cili rrezikon të bëhet i 14 i PD-s. Rezultat që mund të ndryshojë është edhe në Fier, ku Partia Socialiste po mbron mandatin e 12, por që po ngushtohet nga Nisma Shqipëria Bëhet, që ka një përqindje shumë të mirë të votave në diasporë. Ndryshime priten edhe në Lezhë. Në Vlorë mund të ketë një shans për ndryshime edhe pse i vakët. PD mund të rimarrë mandatin e 4 në këtë qark, të 9 e PS-s, por duke parë trendin duket e vështirë.